محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falëndërimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë Allahut të mëdhnuar, atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, e kaluam një muaj me agjerim, me përpjekje të vazhdueshme. U përpjekëm që ta respektojmë këtë muaj me gjithë thellësime dhe mangësitë tona, e për të cilat vazhdimisht kërkuam falje nga Allahu xhalla xhelaluhu, dhe u përmbyll ky muaj me një festë nga festat e rëndësishme për neve si besimtarë, me festën e Bajramit. Muaji Ramazan shkoi, por ai shkoi si muaj, ndërsa gjurmët e tij mbesin. Mësimet e tij mbesin. Të nderuar vëllezër besimtarë, disa tema ndërlidhen me kohë të caktuara, dhe sa ato kohë të vinë, rikthehen në trajtim, në ligjërim, në diskutim temat e njëjta. Rikthimi këtyre temave, për shkak se koha ju ka ardhur, nuk duhet asnjëherë të kuptohet si përsëritje. Nuk duhet këto tema të trajtojmë asnjëherë si diçka të zakonshme, të kemi një qasje rutinore, jo, por duhet gjithmonë të kemi një qasje të vëmendshme, të kujdesshme ndaj temave të cilat realisht kanë të bëjnë me kohën e caktuar. Për shkak se ne duhet të dimë si të organizohemi, si të reagojmë, si të veprojmë në çdo kohë dhe në çdo vend. Për faktin se për gjitha këto kemi udhëzime nga fjala e Allahut dhe nga mësimet e praktike e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Allah na ka mësuar që në çdo kohë si duhet me usill, çfarë duhet të bëjmë, me çfarë duhet të miremi, në çdo vend si duhet të sillemi e kështu me radhë. Në çdo situatë, për gjitha këto kemi mësime. Prandaj ne duhet që këto mësime të jetësojmë, varësisht nga koha, nga situata, nga rrethanat, nga kërkesa Allahu xhallahu ala që e ka ndaj nesh. Andaj zakonisht pas muajit Ramazan është një temë pa të kalueshme. Është një temë që domosdoshmërisht imponohet që për të flasim. Ajo është tema e vazhdimësisë pas Ramazanit. Edhe është normal që të flasim për këtë temë, për shkak se është me të vërtetë humbje, është dështim, është dëshpërim, është me të vërtetë për keqardhje që tërë atë investim të Ramazanit për kushtim, angazhim, adhurim, tash ta zbehim si pasojë e rikthimit në një dinamikë të zakonshme të jetës tonë, duke e mbuluar me plohurin e pakujdesit, habis, hutis e tjera me radhë. Andaj është e kërkuar që të vazhdojmë, dhe gjithë më thuhet duhet të vazhdojmë, por që kjo kërkesë të jetë më konkrete, më e kapshme, që mos të jetë një kërkesë iluzionare, diçka shumë abstrakte, unë dua që t'i përmeni vetëm disa udhëzime praktike se si i përgjigjemi ne kësaj kërkese vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Të nderuar vëllezër besimtarë, çfarë ndodhi në Ramazan? Në Ramazan ne agjeruam, braktisëm ushqimin e pijen për një muaj ditë brenda një kohe të caktuar, mes lindjes së agimit dhe perëndimit të diellit. Krahas saj shtuam intensitetin e adhurimeve. A thua vallë, pse ndodhi tërë kjo? Për shkak se besimi ishte funksional. E funksionalizuam besimin dhe Allahu t'ju përgjigjëm. Allahu na thiri, o ju që keni besuar, agjerani, dhe ne në emër të besimit, me që besimi nuk ishte pasiv, por u aktivizua, ishte funksional, ne Allahu t'ju përgjigjëm, dhe si pasojë e aktivizimit të besimit dhe përgjigjes ndaj thirrjes së Allahu xhallahu ala ne agjeruam. A thu vallë, thirrjet e Allahut te azza wa jall, kërkesa për të pasur besim funksional, a përfundon me Ramazanin apo vazhdon tutje të jetë aktive? Padyshim se vazhdon tutje të jetë aktive.
Nëse Allahu na ka thirrë në një ajet, o ju që keni besuar agjëroni, me këtë thirrje Allahu na ka thirrë në 10 ajete në Kur'an, madje në qindra sosh që Allahu t'i përgjigjemi. Me të njëjtën thirrje Allahu na thret që ta falim namazin. Andaj agjërimi ka përfunduar si obligim në Ramazan, por koha e namazit s'ka përfunduar. Namazi vazhdon të jetë obligim dhe vazhdon të na thret Allahu xhallahu në emër të besimit që t'i përgjigjemi Allahut azza xhall me namaz. Në emër të besimit Allah na fton që të largojmë paragjykimet, të verifikojmë lajmet, mos të manipulojmë nga lajmet e ndryshme mashtruese dhe manipuluese. Në emër të besimit Allah na thret që të bashkohemi mes vete, që ta trajtojmë dhe ta konsiderojmë njëri si vëlla, të afërt, ku respektojmë dhe zbatojmë obligimet karshi njëri tjetrit. Njëjta është me besimin, sikur të agjërimi është atë raporti mes nesh. Allahu xhallahu në emër të besimit na thret që mos të tallemi me njëri tjetrin, mos ta ofendojmë, mos ta nënçmojmë, mos ta përbuzim. Në emër të besimit Allahu na thret që mos ta përgojojmë njëri tjetrin, mos t'i ndjekim tëmet e njëri tjetrit. Në emër të besimit Allahu na thret që ta ndihmojmë njëri tjetrin. E gjitha këto kërkesa shumë të tjera. Prandaj, nëse ju kemi përgjigjur një kërkesë në emër të besimit, besimi vazhdon të na thret, kërkesa vazhdon nga ana Allahu xhallahu që të vazhdojmë tutje. Prandaj, çka do të thonë të vazhdojmë pas Ramazanit, të vazhdojmë të përgjigjemi, të vazhdojmë ta mbajmë funksional imanin ton, të vazhdojmë ta mbajmë aktiv besimin ton, mos ta pasivizojmë mas një kohë që ishte aktiv, mos ta kthejmë në plagështi pas një kohë që ishte shumë aktiv, shumë funksional. Vazhdo me mirëmbajt besimin tënë, vazhdo me aktivizu besimin tënë, vazhdo që në emër të besimit ti përgjigjesh Allahu xhallahu ala të cilit i ke besuar dhe i cili vazhdon me të thirr. Kur themi vazhdojmë pas Ramazanit, çka ne kuptojmë ende për te kësaj? Vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Në Ramazan a ishim të kujdesshëm po, madje ishim të kujdesshëm për një pikë uji, mos të kalon ka fyti jonë nga se e ruanim agjerimin, e ruanim me krejt potencialin që e kishim, me tërë vëmendjen tonë e ruanim, mos të gabojmë, mos të habitemi, mos të hajmë diçka që nuk në takon e të aprishim agjerimin, ishim të kujdesshëm. Dhe ju vetëm në ushqim, por sikur që e përmenda, të kujdesshëm edhe në një glënk ujë, një pik ujë, madje kur kishte dikush ndonjë dyshim mos vallë diçka po kanë ka fyti, e shtonte intenzitetin e nxjerrjes së pështymës nga goja e tij, vetëm që ta ruante agjerimin. Do të thotë ishte një nivel me të vërtet i lavdruar i kujdesit për ta ruajtur angazhimin, për ta ruajtur investimin, për ta ruajtur adhurimin. Në rregull, agjerimi ka përfunduar, por kujdesi nuk ka përfunduar. Vazhdojmë të jemi të kujdesshëm që mos të shkelim vijat e kuqe, mos ta tejkalojmë urdhën e Allahut te barekuhu teala, mos ta shkelim urdhën e Allahut xhallahu ala, të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm, ta ruajmë zemrën tonë, ta ruajmë gjuhën tonë, të kujdesshëm, ta ruajmë syrin tonë e kështu me radhë. Sikur që tha Allahu te barekuhu teala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin tënd deri në vdekje. Deri atëherë është kujdesi. Një nga dietarët tha, le të jetë tërë jeta jote Ramazan. Ju në kuptim të braktisë ushqimit e pijes, po në kuptim të kujdesit. Le të jetë tërë jeta jote Ramazan e iftarit të jetë në xhennet. Atje po iftar, atje nuk kanë më pas kujdes, nga sa atje s'ka haram, s'ka ndalesa. Atje është tjetër jetë, diçka tjetër është atje. Për dhe nga dunjoja. Këtu kujdes si po e fiton paran, kujdes çka po han, kujdes me kë po rrin, me kë po shoqërohesh, shumë kujdes, nga se një shoqëri e gabuar të kushton me jetë. Një shkelje kufiri të kushton vallai me pasojë të pariparueshme. Prandaj vazhdojmë kujdesin, vazhdojmë kujdesin. Çka vazhdojmë ende? Në Ramazan të ndërrullazër, ishte një rikthim në raporte mes vete më i theksuar, më i fuqishëm se më herët. Ndoshta jo në nivelet e kërkuara, po megjithatë ishim më të lidhur, më afër njëri tjetrit në Ramazan. Syfyrin bashk, iftarin bashk, shumë namaz i falim bashk, prezenca e njerëzve në xhami ishte shumë më e madhe në Ramazan, domethënë shumë më tepër faleshim me xhamat,
do më thonë në Ramazan, realisht patëm një lidhje më të veçantë me zvete, një parafrim më të madh me zvete. Vazhdojmë njëjtë, nuk duhet me qenë të lidhur e të afërt, e ta vizitojmë e të kujdesemi për njëri tjetrin vetëm në Ramazan, nga se vazhdojmë të jemi të afërm, vazhdojmë të jemi vëllazër me zveti, vazhdojmë të jemi familjar edhe pas Ramazanit. Nuk jemi familjar veç në Ramazan, nuk jemi shokë veç në Ramazan, nuk jemi musliman veç në Ramazan, nuk jemi vëllazër veç në Ramazan, por vazhdojmë të jemi kështu vazhdimisht, sikur se Allahu xhallahu tha në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët vazhdimisht janë vëllezër me zveti. Vazhdimisht, jo në periudha të caktuara, jo në situata të caktuara, jo në kriza të caktuara, por vazhdimisht janë të lidhur me zveti. Të ndërlozër, e shumë të tjera që ne kuptojmë të vazhdojmë. Mirë, po është një pyetje e madhe, si të vazhdojmë? Si të vazhdojmë? E kuptuam çfarë duhet bërë për të vazhduar. Mirë, po si të vazhdojmë? E për këtë do t'japim përgjigje inshallah në pjesën e dytë të hutbës. Allahu xhallahu ala na dhash fuqi, na dhash besim, na dhash vetdije të mjaftueshme për të vazhduar tutje deri në takimin me Allahun xhallahu xhelalu. Allah na mëson që investimin, arritjet tona në Ramazan ti mirëmbajmë, kujdesemi për to dhe t'i kultivojmë e shtojmë edhe ma tepër që në vazhdimsi t'jemi në avancim, në shtim e sipër e jo në shkuarje mrapa. T'jemi vazhdimisht duke ecur përpara e jo duke ngjecur mrapa. Nga se ligji Allahut azza wa jalla të ndrozër nuk njeh ndaljen këtë dunja. O do vazhdosh tutje e të ecësh përpara, o do ngjecesh mrapa e do zbrapsesh edhe atë investim që e ke bërë shkon edhe e devalon fatkeqësisht si pasojë e mos kujdesit, hutisë dhe habive që e sjell jeta dinamike në jetën e kësaj dhunjaje. Allah na i fal mëkatet tona dhe na përmirësoj gjendjen, andaj kërkoni falje nga Allahu, nga Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të ndërlozër, dua ta potencoj një herë atë që kanë fillim. Kërkesa për të vazhduar nuk është një kërkesë rutine. Nuk është një kërkesë që zakonisht duhet me thonë pas Ramazanit, por është një thirrje serioze. Është një thirrje për vetëdijsim që ta kuptojmë drejt rolin tonë këtë dunja, ta kuptojmë drejt pse ishte Ramazan, pse agjeruam dhe çfarë arritëm në Ramazan që të vazhdojmë ta ruajmë edhe pas Ramazanit. I përmend disa udhëzime praktike me disa shembuj të caktuar se si duhet vazhduar. Mirë po, është një pyetje pas kësaj, po e dim tash çfarë të bëjmë për të vazhduar. Mirë po, si të vazhdojmë? Pas Ramazanit, po lodhemi. Pas Ramazanit, po kthehemi në jetën e përditshme. Pas Ramazanit, edhe shejtani është më aktiv, nga se ishte më i kufizuar, i prangosur në Ramazan. Tashmë ambienti, atmosfera, rrethanat nuk janë ndihmuese sikur ishin në Ramazan. A janë këto arsye për të mos vazhduar? Absolutisht jo. E çfarë duhet bëjmë për të vazhduar? Të ndërlozër, edhe Ramazanin, edhe namazin, edhe çfarë do pune që e bëjmë, nuk mund ta bëjmë asnjëherë dhe asesi pa ndihmën e Allahut dhe suksesin prej tij. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala vazhdimisht na duke qenë namaz, para mendoni, na duke qenë në adhurim, na duke qenë të kthyer ka Allahu xhallahu ala, ai kërkon nga ne që të themi ihdina siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Ne nuk themi na udhëzo kur jemi jashtë namazit. Jo, namaz jemi e themi na udhëzo. Nga se kemi nevojë që në vazhdimsi Allahu të na përkrahë me udhëzimin e tij. Allahu të na përkrahë me sukses nga ai. Prandaj kërkon nga Allahu xhallahu që Allah më ndihmo. Wallahi nëse sinqerisht i çon dur ka Zoti xhallahu ala. Qosh natën, ditën, në sejdën tënde. Në çdo mundësi thosh, o Allah, mundso ma të vazhdoj. O Allah, mos lejo që të kthehem mrapa. O Allah, mos lejo që të dobësohem, por më fuqizo, më
më jep besim funksional, më mbaj besimin aktiv që të vazhdoj tutje. Lutë Allahun sinqerisht, kërkon ndihmën prej tij, do të shohësh përgjigjen. Do ta pretosh përgjigjen. Mi po nëse e harrojmë ndihmën e Allahut azza wa jall, kthehemi në jetën normale, mbështetemi në forcat tona, është shumë normal se plagështohemi, është shumë normal se ndërprehemi, nuk vazhdojmë tutje. Kërkon ndihmën e Allahut te barekuhu teala. Nga Allahu tha në Kur'an, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Të adhurojmë ty mirë, po për këtë adhurim kërkojmë ndihmën tënde, nga se ne nuk mund të adhurojmë, as nuk dim të adhurojmë, as kena mundësi të adhurojmë, përveç me mësimin e tua dhe përkrahjen e subitin tonë. Lutë Allahun xhallahu ala. Luteni Allahun sinqerisht që Allah t'ju ndihmon. E kanë pyet Salama, gruën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, cila është lutja më e shpeshtë e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Shikoni, i dërguari i Allahut, njëri i mbrojtur nga Allahu xhalla xhelaluhu, i përkrahur në vazhdimsi nga Allahu xhallahu ala. Cila ishte lutja e tij më e shpeshtë? Lutja e tij më e shpeshtë ishte pikërisht kjo që unë e përmenda. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që ki zemrat e njerëzve në dorën tënde, më mbaj zemrën stabile, të qëndrueshme në rrugën tënde deri në takim me ty. Ai kërkonte të vazhdonte deri në fund. Ai kërkonte stabilitet, ai kërkonte qëndrueshmëri. E si është halli jon pro? Kërkon nga Allahu, t'jap Allahu azza wa jall. Kërkon me sinqeritet, me përgjigje, me përkushtim, me lutje të sinqertë thellë nga shpirti yt, o Zot ndihmo. Kimë pashur, kimë vazhdu. Lehtë dhe këndshëm edhe më tutje. Asnjëherë mos u pavarëso nga ndihma e Allahut. Asnjëherë mos u mbështet në potencialin, në fuqinë tënde, nga se kjo është hapi i parë i dështimit. Si t'ja dalim? Duke i rikujtuar vetes tonë se misioni nuk ka përfunduar. Agjerimi dhe Ramazani ishte një stacion i këtij misioni, po jo fundi i misionit. Në betejën e Uhudit u shpërnda lajmi se ka vdekur pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe disa nga shokët e tij të zhgënjur nga ky lajm, të dëshpëruar nga ajo që dëgjuan, u ndalën. Nuk vazhduan drejt betejës, nuk vazhduan drejt aktivitetit, por u ndalën. E një nga shokët e pejgamberit alayhis salam që nuk e shitë situatën kështu, po e shitë ndryshe, ju tha: "Pse jeni ul? Pse s'vazhdoni? Beteja ende është, armiku ende sulmon. Lufta s'ka përfunduar." Thanë: "Ka vdek pejgamberi alayhis salatu wasallam." Çfarë u tha ky njeri? A u amori për vërtet këtë? A i arsyetoj me këtë? Absolutisht jo. Tha: "Nëse ai ka vdek, vazhdoni për rrugën që ai e ndjeku deri në vdekje, që të vdesni edhe ju ashtu sikur se vdeq ai. Vazhdoni pra, se ai nuk u ndal. Ai nëse ka vdek, ai s'kishte vdek në Uhud, u përhap një dezinformat. Po shikoni këtë koncept me rëndësi. Vazhdoni tutje. Sikur që u tha Abu Bekri ditën kur u përhap lajmi se me të vërtet ka vdek pejgamberi alayhis salam, tha: "Kush e ka adhuruar Allahun, Allah është i gjallë dhe nuk vdes." Andaj ne Allahun e kemi adhuruar dhe vazhdojmë tutje. Andaj kjo bindje jote se nuk ka përfunduar misioni, roli s'ka përfunduar ende, detyra s'ka përfunduar ende, një stacion e krytur me sukses, në rregull, vazhdojmë. Vazhdon misioni deri në vdekje. Deri në vdekje, sikur që citova ajetin më herët ku Allahu tha: "Wa'bud rabbak", adhuroje, vazhdo me adhuroj Zotin tënd deri në vdekje, deri në fund, deri në fund. Imam Ahmedi rahimahullah nga dietarët e mëdhenj, vazhdimisht shkonte në xhrata, vazhdimisht shkonte të merrte mësim. Edhe kur kishte bërë autoritet, kishte bërë emër, vazhdonte të mbledhte hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasallam. E një ditë ndalën sa tha: "Deri kur ki me vrapu kështu? Deri kur?" Tha: "Deri në varr. Deri në varr. Me laps në varr do të futem. Deri në varr. Nuk ndalem se kërkuari hadithe e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Edhe ne të ndërvozë deri në varr. Atje misioni përfundon. Atje fiton mbyllet. Atje gjithçka merr fund. Deri atëra vazhdojmë. Misioni vazhdon, kërkesat vazhdojnë, sfidat vazhdojnë, problemet vazhdojnë, sprovat vazhdojnë, gjithçka vazhdon. Vazhdo të jesh i lidhur me Allahun xhallahu ala. Vazhdo të jesh i kthyer ka Allahu te barekuhu teala. Vazhdo të jesh i përkushtuar në misionin tënd të besimit deri në takim me Allahun te barekuhu teala. Nëse kjo është e kërkuar, asgjë s'ka përfunduar. Ka përfunduar një muaj i quajtur Ramazan. Ne vazhdojmë tutje, jemi gjallë.
Ti a vazhdon me I përdor begatit e Allahut xhallahu ala? Po, andaj pse mos vazhdon me falëndrim pra? Nëse vazhdon me I përdor begatit, vazhdon me falëndrimin. Ti a vazhdon me pas probleme në jetë? Po, a ke nevojë Allahun me lut? Po, andaj vazhdo tutje që të ndërtosh raportet mira me Allahun që kur ta lutesh ai të përgjigjet. E gjitha këto realisht e ngritin arsyeshmërinë tek besimtari dhe e ngritin vetdijen që të vazhdon tutje, pa u ndal asnjëherë. Sikur që nuk ndalemi kurrë së rapori për të kërkuar furnizim jetën e kësaj bote për shkak se ushqimi I djeshit nuk mjafton për sot. Dje ka qenë diçka tjetër, e sot është diçka tjetër, dhe ushqimi I sotit nuk mjafton për nesër, duhet me punu edhe për nesër, e për pas nesër, e kështu me radhë. Prandaj konceptin e vazhdimësisë së angazhimit në dunja duhet ta kuptojmë edhe për ahiret. Allahu xhallahu ala na dhash shëndet e bereqet e sukses. Na ndihmoft Allahu xhallahu ala që të vazhdojmë tutje. Të vazhdojmë të jemi të mirë. Të vazhdojmë të kërkojmë falje nga se ne gabojmë, por të vazhdojmë të kërkojmë falje. Të vazhdojmë që ta ndihmojmë njëri tjetrin. Të vazhdojmë të jemi të lidhur njëri me tjetrin. Të vazhdojmë ta ndjekim rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam deri në vdekje. Deri atë kur Allahu na ndal, na nuk ndalemi. E kur ai na ndal, kemi arsye pastaj që të ndalemi nga asaj që ka kërkuar të vazhdojmë, thot mjaft ke vazhduar. Erdhi koha që tash të kalosh në një botë tjetër, ku tash më sheh rezultatin e punës tënde dhe angazhimit tënd, na mundsoft Allah që këtë rezultat ta shohim faqevarr, ta shohim kënar, dhe të kënaqur me atë që kemi bërë, e pëlshimet eventuale e gabimet Allahu na falë na përmirësoft. Allah I shëroft të smurit tanë. I ulësot Allah mundimet e dhimbjet. I ulësot Allah familjarë kujdesin për ta. Allah I ndihmoj çdo të pikëlluari, çdo të sprovuari me sprovat ndryshme të dunjas. I ulësot Allah dhimbjet e problemet e telashet. I mundsoft me dal faqebardh, e të kënaqur nga telashet e problemet në bregun e shpëtimit dhe rahatisë e mirëqenies. Allahu I begatoft familjet tona me dashni e respekt mes vete, me bashkëpunim mes vete, mirënjohje dhe vlerësim të ndërsjellët dhe përkrahje të vazhdueshme, ashtu sikur që Allahu xhallahu ala e don dhe si na ka mësuar Muhamedi alayhis salatu wasallam. Allah na ruajt nga çdo kurth I keqbërësve, nga çdo tendencë armiqësore për të na dëmtuar, për të na luftuar, për të na shkatruar, për të na dëmtuar, çfarë do lloj forme, Zoti pe sherrët tyre na ruajt. I largoft Allahu këto sherrë të ata, e neve Allahu na mbrojt nga çdo e keqe, e na mundsof që lërshëm e këndshëm të vazhdojmë jetën tonë me besim në Allahun xhallahu ala për ta ndërtuar dhe për ta zhvilluar vendin tonë, që gjithmonë të jemi më mirë dhe më këndshëm të ndihemi në vendin tonë edhe në tokën tonë. Allahu na dhash përfundim të mirë dhe qof për neve përfundimi xheneti Allahu dhe kënaqësia e Tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله